Të paftuarit. Të paftuarit, a? Për mua. Pak jepet ai film. Pak. Shumë pak, ai është film. Film. Ka skena tjerë zakonshme me Gjush Fuqiun atje në atë karrocë. Po. Është sepse ka dramën e çiftit në radhë të parë. Si e vlerëson Raimonda Bullukun si aktore? Aktore e filmit në radhë të parë yll me kuptimin jo vetëm e bukur. Yll që prezanton atë anë të qytetarisë që po them, sepse këto janë brezi që personifikuan edhe anën qytetare të Shqipërisë, sepse ne u mësuam të rjetën si duke qenë se jemi vend me një shumicë të madhe shekullore, fshatare, ishte ajo... E jashtëzakonshme një bukurisë e Raimonda Bullukut. Jeta qytetare që po ripërtëriej. Po dhe tjetër? Kushta jetë po të tjetër? Ja. Tani, Ben Blushi ka qenë studenti yt? Jo, s'ka qenë studenti im Ben Blushi. Por unë kam lidhje të veçanta me Ben Blushi. Se? Që aji si di. Si di e? Se kemi qenë ca kohë, mos na kanë trajtuar në kortë se kur ishim dhe të palëve të kundërta. Se ju ishe me pëdën? Se din që jemi të një pale me kuptimin që na lidhin shumë gjera, jo puta dhe ke politika. Ti ishe me pëdën, ti që ishte me pësën? Po ishte në fillim, edhe unë dhe i, dhe mund të them që po mos ishte në këta, ishin student në 90, Beni edhe të tjerët, unë nuk do kisha marrë pjesë në televizje. Pse? Se duksha se jashtë isha, unë 20 vjeç në atë kohë duksha vetja madhe, në fakt 20 vjeç e fare i ri. Edhe unë s'mund të quem poete e kohës para 90-ës, kur unë në para 90-ës isha 20 vjeç, isha në rini isha. Është mentalitet idiotes të mos më quash të ashti që jam në këtë mosh, mos e quaj vete e rini. Po mos ishin këta të rinj, sidomos të rretit letrar të universitetit, që më lithnin mua. Këta ishin, në qovë se nuk do ishin këta, që unë kisha lidhje, me rreti letrar. Beni ishin rebel në të kohë? Rebel, po mos ishin këta, unë më të më dukse vetja, të shneu këtu në qytetin studenti. Vati ishte studenti? Po. Këta kove? Por, të shi, unë takova me Vlanin të parin, se aji ishte nga fillestarët. Por, unë nuk do kisha shkuar, po mos ishte kjo rini që më lithte. Rinia, këta ishin rebel të tërë, rrethi letrar i qytetit studenti. Këthem prap në jetën, edhe unë e dua shumë qytetin studenti dhe Universitetin e Tiranës. Qatë do të bëjnë njerëzit, më falë, ku do të vend të studiojnë? Edhe si që kanë studiuar, se edhe drejtëroi nuk është prodhim e Universitetit Shqiptar, edhe Ismaili, sepse s'ka studiuar këtu. Unë dhe Beni jemi prodhim të universitetit. Si është Beni si shqiptar? Dhe po them që nuk ka që më të bukur sa më mirë të shkoj universiteti. Si është Ben Blushi si shkrimtar? Beni tha një ditë që kjo thas më pranon mua se tërse kjo është, unë jam rival me këta. Si është Beni si shkrimtar? Dua një vlerësim tënde. Beni i takon autorëve që janë eseistë. Do më thënë, sot, për shumë, si që është Umberto Eco, për shumë, se ka autorë që janë më tepër... Mirë, Umberto Eco ishe studius, Beni është romancier. Pa prapë është eseist, sepse më shumë shtroli ide, ka ide të më tha, dhe sot letërsia shkon drejt kësaj. Dhe mendoj që është një shkrimtar që vjen, si të thuash, nga një tradit që pa tjetër të shkonte në këtë shkallëzim. Nga brezi familjar që ka, do të vinte... Simon Shuteriqi, Strëgyshi, Dimitri Gyshi, Kiçua i babaj. Do me thënë, nuk do kërkosh të Beni ato që kanë bërë ata, dhe këtu është një diçka tjetër, është bashkos, edhe shumë, do shte e ka ndihmuar edhe që ka punuar, qërë ka qenë ministra, apo zëvëndës minister? Ka qenë minister 2 herë. Pra, edhe ajo e ka ndihmuar që ta shkoj pak botën një qik në plan, Shqipërinë në plan më të hapur, ose në raport me botën, dhe gjithë një
edhe letërsia ti është një letërsi që nuk mbyllet thjesht në brenda problemeve të Shqipërisë. Foto tjetër? Ky është një nga filmat që ti vlerëson më shumë, po me Vlanin do ta kem edhe në foto tjetër, po na e tregon pak të lutem dashurinë tënde me si e lidh me Vlan Shanaj. Do të them diçka këtu që ka të bëjë me këtë libër, që ky është një libër, siç e thotë, libër i filmit postkomunist, që përfshin kritik letrar është ky, Lars Christensen, botuar nga një shtëpi Oxford, por autori është më duket është danes. Edhe është që befasi e madhe që në tërë krimtarin, nga të tërë krimtaria e filmit post-komunist pas 90-s, këtu është zgjedhur si në kopertinë, është zgjedhur filmi shqiptar, Lulet kuqe, Lulet zezë. Është e jashtëzakonshme. Se tashti po them ajo po puçet sot Shqipëria me të drejtë, sepse Bleona Qereti ka dalë në revistën Vogue. Apo jo, edhe është ngjarje e madhe. Po kjo, që në të tërë filmat e historisë... Në thetetën? Kjo, po. Në thetetën. Në theshtate ishe filmin në thetetën. Kjo, libri është më vonë. Do me thënë analizon të tërë filmat ungarezë... Dhe kopertinë filmi shqiptar. Dhe kopertinën e filmit shqiptar. Të me Vlan Shanët me skenar të Natasha Larë. Po pse? Sepse kjo, si kur shpjekon tërmundimin e gjithë botës tonë, janë një qifti që lidhur, të shtënguar, të munduar në një presion, është shumë shprez nga në filmike. Do më thëmë, është për ne të Evropës lindore. Dhe këtu është, të është të kalojnë pak me humor, i the me Vlani tonë, me Vlan, kush të ka lidhur ty me Yllkën? Kush të ti? Kush i ka lidhur? Unë. Ti i lidhe? Po unë i lidhe, sepse unë e shkrojta. Po mirë, si i lidhe kështu, moj? Nuk të tha me Vlani si më lidhe, moj gua? Po ja e bërë edhe këtë. E bërë edhe këtë? E bërë edhe këtë. Edhe është një nga episodet më të dhimbshme dhe më të bukura filmike, si imazh po flas. Tani, na e trego pak historinë e lidhjes dhe dashurisë me Vlanin. Ta mbyllim me këtë. Jo, nuk ta mbyllim, kemi dhe pak, nuk e di dhe pak foto kemi. Bile foto tjetër në ndërkohë, besoj duhet të... Po? Ta shte historia e prap Eglantina këtu. Po me Eglantina. Kalojmë foto tjetër, se folëm me Eglantina për Eglantina Mandir. Po. Ta tregojmë historinë. Okej, trego historinë. Ta tregojmë historinë. Një foto me Vlan Shanaj, që fësë shumë? Jo, prit, se këtu kemi, po më përqem vetja këtu. Jo, të përqem të këthejmë, por në tregoj historinë e me Vlanit. Po, pra ne ishim të dy studentë dhe i kishim gotinat kërshi njëri tjetrit. Një nga gotinat më të bukura se më së prishet, është gotina 18 që ka qenë atë kohë. Po të më prishin dhe atë gotina 18. Që do bësh pasaj? Unë pasaj qërë të bëj, do shkojnë dhe një libër, do të ndërtoj godinën brenda librit. Edhe atje komunikimet ishin shumë të bukura, si quket atje u njojtëm. Ani ju ishi studente për gazetari dhe si ishte... Po me Vlani? Me Vlani ishte për aktor, të dy ne ishim... Çuditërisht, të dy vinim nga shkollat të mesme profesionale, që edhe i vinte me 2 vjet eksperiencë nga punë, edhe unë. Do me thënë, prap kishim dhe një lidhje eksperience punë, edhe kujtimesh, kishim shok të përbashkën, sidomos me Vlani kishte shok korçar shumë. Atje në dhomë ose në fakultet, dhe takoheshim si shkëmpeshim, aty u njojtëm, nuk e di se si. Si të thamë, më fali minutë? Jo. Nuk ishte... Po, ata do ta kishë... Po t'ishe më falë minutë, do isha bërë vetëm mikun, si që besha. Nuk i pranoj këtyre? Jo, unë besha mikë, ata i thashe këtu, ajde bëjmë i miqë, dhe do kishë mbetur miqë me më falë me minutë. Ani prapë, unë se kuptoj shumë të që ti do dhe një të thoshe mbetemi miqë, edhe me atë që të thoshe më fali minutë, miqë ti mund të beqë me këdo, po jo me atë që të thoshe më fali minutë. Po, jo, me atë s'besha, që të pëtë mëzin të ashtu, se ishte shumë standart ajo, si që bëjnë. O gose fali minutë. Vetëm kjo shpreje do më kishte bërë mua, se ishte zakonshme. Unë të një dojnë që tjerë zakonshme. Tani, dhe qëfar të tha me Vlani? Me Vlani s'më tha asgjë. I the ti?
Unë rash para me planit, o tova,